Durën. Tërka. Qodë pish kafin. Qarë kush ishte? Asnjeri nuk ishte mërvon. E ke nga shqetësi. O, Zot, si e kam kokën. Si ta kemi ne. Mirë që s'na luan mëndja. Ti të pak të fjetët për një orë, po unë s'kam vënë gjumë si fare. Fjeta më e madër isha në thapi. S'mëndaj nga sytë. Si e kishin sakatuar djallë. Po shpisht djallës ishte larme djallë, ka si e të asmisht. Si të ma më do, ha? Do shpëtoj. Do shpëtoj se s'pas e është i ri, është i fortë. Doktorët po i rrinë të kokë. Doktorët edhe policët. Pika. Mbete dhe ti këtu me ne, moj madër, javore ferën në shtëpisë tënde. Të gjitha bëhen vetëm pjallit jetë mirë, sot. Tura, e zoti nuk merë drita në telefon se qatë do t'i themi, ha? Asgjë. Asaj s'do t'i themi asgjë. I porosita dhe vajzat. Asaj as një fjallë se i këtë mëndja. Ku janë vajzat? I që Lola në të përdhonë vërtitet si e lojtur. As të flitet me gojfar. Era i ku me vrap në spital. Jam të farmakosim këtë kafe do ikim edhe. Si kemi bërë keq. Mos të ndërnosë. Betim... Hodhi të shkërët. Hodhi? Si hodhi? Shpëtojmë në rreziku për jetën. Shqyqër se po më pushon të zemra. Të thanë doktorët ty, apo? Po. Sa po dolëm nga salla operacionit. Plumbi ka kaluar shumë pranë zemrës. Po për fat nuk e ka prekur. Se mos vetëm një ata e këshim bërë shoshe. Po e ishte më me rrezik, të tjerët ishin në tullë. Ishte edhe 2 plumba të tjerë në trup. Ja hoqë. Mjekët thanë se është jashtë rrezikut për jetën. Po bëj dhe mua një kafe. Ne, po nise që për spital. është e kotë shkoni tani, ai është në reanimacion. Është në narkozë. Po. Mjekët thanë se mund të përmendet pak më shpejt. Po mirë, do na lën ta shikojmë çik djalin se i ruajnë me policë, ë? Rregullojmë atë punë, nuk është problem. Policisë s'kemi që bëjmë se derisa është në gjendje arresti. Jo vetëm se është në gjendje arresti. Policia e ruan dhe nga ata që tentuan ta vrisnin dje. Edhe në spital më? Po, se që kujton ti. E Lola Daja thotë që... Dëgjova. Më doni se jeni. Lëre unë, po Flori. Çfarë thon doktorët? Kur do përmendet? Mbas disa orësh. Ri, ullu me Daja se ta nxeu unë qumshin. Jo, se e ngron vëmendjen time. Nuk e marrë vesh, këta vas ka për ditë. Nuk do njeri që t'i bëj gjë gati, nuk ullet me në tavolin të haje, nuk do t'i prej këshenët, nuk e marrë vesh, qa i ka këto manirat çuditshme, ha? Tani kemi hall tjetër, moj motër. Të na shërohet djali se mos në mbetet sakat. Edhe po të shërohet në burg do të shkoj. Jo, moj. Më mirë në burg apo në varr. Tu thaftë goja, tu thaftë.
zot Etos. I lutem mos e lodhni shumë. Gjendja e tij është tepër kritike. E di. Por ju duhet ta kuptoni. Jam i pari që duhet të takoj këtë njeri. Po mos u shqetësoni, mos u shqetësoni. Flori, jam hetusi që po merr me çështjen tënde. Je në gjendje për një bisedë të shkurtër. Po kjo është shumë e rëndësishme, si për mua ashtu edhe për ju. Mund t'ju bëj një 2-3 pyetje. E njohet njeriu që ju qelloi? Dyshoni tek njeri? Te kush? Nuk mund të si të lloj. Nuk i pashtat. Më falni. Çfarë doni? Jam gazetar, quhem Kolgjini. Ju lutem shumë lini rat, nuk kam kohë të merrem me gazetat. Po, ju lutem dëgjoni vetëm një E minutë. ç'ju dëgjoj? Këtë muhabet keni ju gazetarët, bëni show me hallet e njerëzve. Era, Oh, ma ditë keni dhe emrin, a? Të lutem shumë. unë jam mik i dajës tuaj, i prokurorit. Miki Dajës? Domethënë, unë jam gazetar i kronikës Zez, edhe daja juaj më ndihmon për gjithçka. Po pse nuk pyesni Dajën atë? Mund duhet një njeri më i afërt me familjen tuaj. Domethënë, njeri më i afërt me Florin. Shkoni ku të donin, policinë, tuesin, në qeveri, vetëm pyesni kush e vrau Florin, ku është ai që e vrau dhe kur do ta kapin. Sigurisht do të interesohem edhe për këtë. Ai do të kapet edhe do dënohet. Kur pra? Po një ditë do dënohet, por interesi im shkon pak më thellë. Dua të di se kush janë vrasit edhe kush fshihet. Të lutem shumë. Se më bëre më keq se e tuesi që ka një orë në dhomën e Florit dhe e bombardoj me pyetje. Unë do shkoj ta takoj dhe do ta gjej të vërtetën. Kush e humbi të vërtetën që ta gjesh ti? Mirdita, jam gazetar i gazetës. As më intereson. Po ju pash tek po dilni nga pavioni Florian Gurit. Po, e pastaj? A zbuloi ndonjë fakt të ri i plagosuri? Ju lutem asnjë koment. Po ju lutem vetëm 2 fjalë se pastaj thoni sikur flasim me njerëz. E di si është puna, nuk jam unë që jetoj për Florian Gurin. Unë jam në një pistë tjetër. Pistat kanë lidhje me njëra tjetra? Ndoshta, deri tani nuk dim asgjë. Një mandat për liberës ative? Tu një tjetër, Urdhra 23? më ka dërguar djali ca para nga Gjermania. E them ti tërheq. Kam edhe këtë shkresën. Pasaportën e keni? E kam. Urdhro. €100. Si urdhon. Urdhroni. Këtu keni dhe faturën dhe këtu keni dhe kursin e ditës. Faleminderit, jeni shumë e mirë. Urdhro. Merre këtë se kam ditëlindjen. Ajo, jo, lutem, më vjen keq. Më vjen keq. Të zuar ditëlindjen të bëni dhe 100. Faleminderit. Pas keni djalë të mirë xhaxha. Të mire kam, po unë më dhash me gjithë shpirt. Po dhe unë me gjithë zemër ju rova. Faleminderit, mirupafshi. Faleminderit dhe juve.
Mësuat ndonjë gjë të re që mund të ma thoni? Jo ndonjë gjë të rëndësishme. Ne kishim gjendje të rëndë, kam humbur shumë gjë. Operacioni ishte shumë i vështirë. Janë identifikuar vrasësit? Akoma jo, po do t'i gjejmë. Për motivin e krimit është marrë vesh ndonjë gjë re? Kemi jetuar diçka. Janë 2 pista e timi njësej. Larje e sapësh apo asgjësimit e shpitarit? Kjo e dyta ka më shumë gjarë jetë. Më shumë se kaq nuk mund të them. Mendoni se pas kësaj ngjarje mund të fshihet ndonjë peco grosso? Për shembull, ndonjë politikan? Po nuk e marr vesh unë, je ti hetuesi kësaj çështje apo jam unë? Jeni çuditshëm ju gazetarët. Kemi të bëjmë me një rrjet trafiku. Vjesht. Vjesht. Më ti vjesht. Kush je i mallkuar që ju thaftë dora, ju thaftë. Hajde, se është trip. Do kaloj shpejt. Iku e keqja. Pa tjetë zëvra që kur të gjoha të rep. Jo më është mirë. Që ju është shumë mirë. Roke, si keq se thonë. Ti po më bëj kështu shpirtin motre. Lala, ti pse s'di telefon? Ka që pa qef po mirë, po mirë është mirë. Të gjithë mirë jemi. Edhe ti mirë dhe më është shpirti. Lala. Mos më i kështu, është mirë, Flori është shumë mirë. Flori ka nevojë për qetësi. Hajde bro. Si ta lërë djalli kështu të riun, që njëve që në buzën, ka një piku. Nuk ka nevojë më shumë nësisht. Tu me infermier, ka doktor, sa ju dini se si e mora lejen. Flori shpirti harës, do vim prapë, Era. Ke kujtes. Këta janë gjithë mërat. Qetësau, tani mos ke nerv. Dhe po i fort. Jo me i fort. A ishte përmendur, ka filluar të flasë. E mora vesh. I pari njëri që ka folur ka qenë hetuesi. Po me sa mora vesh unë nuk ka thënë ndonjë gjë të madhe. Po në fundit se mos dino gjë të madhe nga këto punë tona. Po ku e di ti se çka paralisur diti? Për ditën vëtëron zjarru. Akome me këto primitivizma ti. Dorë në zjarë sot nuk e vë as për vetën time unë. Si për te që do ndërhyje dhe të japë dhe nëzirë një nditin. E nëzora pa jo është e që mëndër vete dhe pitë drogë edhe në burë. Po që ati bësh nuk pritat papire. Ti ja qonë në burë? Po shti bëj mundit e po nuk thiti nuk është në terezi. Po që të bësh mund ti me gjithë të e me gjitha të budallë që mbledh rreth vetës. Si të qoftë e duhet nëzirë, para se të qohet e ideali në burë, ballavaqimi i tyre mund na kompromentoj keq. Le pastaj sikur të kapin dhe atë që qëlloj, e mori drejt i punën fare.
Pra të mos ke merak. Dhe kam quar në një bazë të sigurisë lartë. Po si të bëjmë që më duhet shkoj patjetër në vilë. Pse? Aja ndem ata morin telefonet dhe do patjetër që t'i nisi mallin nesër. Sa kile janë? 10 kile. Ata trapot e policisë, pasi arrestuan Titin, e kthyen për mbysë dhe se gjetën dot. Aty ku e kam shehur unë s'kan si ta gjendë atë. Po si të bëjmë që ta marrim tani? Po mund të shkosh ti se vila nuk survejohet më. Ti je sigurt? Po, si të gjatë kujdes. Fundja në shpinë tënde po shkon, në hipoteke ke. Pase e mira do ishte të shkoje me gruan. Bile me një vajzë do ishte akoma më mirë. Zagari madh jetë hoqe dorë nga këto pushllëqe. Dhe mos harro për atë porosin që të thash duhet të shkoni për vizitë tek shtëpia e tij djalit. Jeni komshi dhe duhet t'i shprehni keqardhjen. Dhe po të keni nevojë për ndonjë ndihmë, mos u kurseni. Po, të tharësh që unë me vajzën... Ose zgjat tani. Po për atë aktorin që është duke vdekur dhe që kolegët e tij kërkonin ndihmë në gazetë, dhe gjë? I çova $2000. Nesër deri njoftimi në shtyp. Po lere gazetët, jep ndonjë intervistë në televizion. Fol me atë mikun ton, edhe të jepet sonte. Populli është shumë i ndjeshët ndaj bamirësive, e sidomos ndaj artistëve. Atë që se bën dot shteti e bëjmë ne. Edhe s'ka gjë më të mirë se reklama. Më falni, ishte papritur, urdhroni. Jo, doja vetëm të bisedoja 2 fjalë me Lolën, po këtu te dera, të lutem. Të lutem, më vjen keq, Jo, nuk keni urdhroni. pse Kush shqetësoheni. është, urdhroni? Po ju lutem. Është Rugeni, një shoku i Lolës. Ajde urdhroni, po na falni se sapo. Mirë dita. Jo, unë kisha vetëm 2 fjalë me Lolën, ju lutem. Ajde urdhroni. Ullu, Rugen. Faleminderit. Unë jam halla e Lolës. Gëzohem. Ndoshta e dini, jema ka ikur në Amerikë për të motrën, kështu që vi unë her pas here. Unë vërtet kam ardhur në një moment tepër të papërshtatshëm, sepse juve ju ka ndodhur dhe një fatkeqësi, apo jo? E mërë birë, po në luan mëndja e kokës, po prapë themi shqyqyr që shpëtoj gjallë. Po, jeta është bërë shumë e vështirë, nuk dihet nga vjen e keqja. S'po i ndajnë hallet kësaj shtëpie. Edhe Lola pa qef është. Po ndoshta është shqetësuar nga fatkeqësia e të vllajit. Të mbesoni, unë vërtet kam ardhur në një moment të papërshtatshëm, po e kisha të nevojshme të bisedoja me të. E jo, mërë birë, s'ka gjë. Kush ta ty ta pusësh brenda? Mos u bëj fare tani, ai ka ardhur për ty. Pse si the që s'jam këtu? Çfarë ti them unë tani? Më tha që ka ardhur për të pyetur për disa poezi, është turp Lola. Po çfarë ti them unë? Çfarë ti them? Mos gërtit, më shko fol një herë, merru vesh me atë. Ku di unë çfarë ti thuash? Lola nuk është mirë. Na ka bërë shumë merak. Çfarë s'mendojmë, po? Si e? Unë si e. Ti si e. Unë nuk e di si jam, nuk e di fare. Më vjen shumë keq për fatkeqësinë e Florit. Na është mirë. Ashtu. O zoti i madh, nuk e morën vesh si ndodhi. Ka shpëtuar kot fare. Po morë vesh si qysh. Ja. Dyshime. Vetëm dyshime. Përse ka ardhur? E përse duhet gënjej? Jam priti që vo ditur. Më këtë vënë një pozit që... Të kam thënë është diçka që s'ka të bëj me ty. Pse nuk më beson? Pater përse? Më të pakëtën një fjallë. Po nuk ka të bëj me ty. Përse? Pase një tip.
Ik tani. Të lutem. Edhe që ta dish hallimi më dhe që t'i vuan prej meje. Si do duk dreka? Çka? Nuk që. Ai ngul kam që do të shkojmë patjetër ke durimi për vizitë. Shprehim ke qartin për djalin. Si mund të shkosh ti aty mbas asaj që bëre më herën? Po çfarë bëra më jaman një shaka desha të bëj? Ma ti e pusht. Ja më. Më thuaj të vërtetën, ju e qelluat Florin? Unë? Je mirë ti apo pas kam qelluar Florin, buta maqe. Jo ti mor, jo, ata të tjerët themun, ata të kompanisë së Ditit. Nuk është të kujtua Diti tash, lëre Ditin. Diti vërtet kishte lidhje me atë Florin, po unë shytu. Qyn ti? Po ti edhe atë kurvën aty. Sigurisht. Ja dhe përkohësisht se në pronësi e ke për veten tënde ti. Po lëri me tash të bëta lloqe, po si do bëjmë për të shkuar aty, kur do shkojmë? Po si ke fytyrë të vishti aty nuk e kuptoj një. Fytyrë? Sa për fytyrë kemi kaq të ngjashme sa duket sigurimi binjak. Hajde! Pas ka flasur peshku këtu më duket. Rëndshëm ja pas ke shtruar o Gjem. Hajde, ullu. Po jo nuk do ulem se do shkoj paguj ujin e Glinës që mora sot në mëngjes. Po për lërë ujin, po ullu se kam sebeb. Sebeb? Po. Çfarë sebebi ke ti të karën telebingo? Kam një sebeb që nuk e festoj dot vetëm. Kamarier! Pa fole pra. Po kam të klindjen. 55, rumbolla. Mbushe 55? Po. U ti mu bafsh edhe 100 inshallah. Ha, ullu. Shiko Gjem, nuk ulem dot sepse jam grua pa burre, kupton dhe ashtu, kështu që të ulem kafe neve. Po dhe unë burr pa grua jam. Po pse ne që jemi me pa, e kemi të ndaluar të ulemi? Ullu! Hajt pra, po ulem. Që të qiron? Një kafe, po marë. Po që kafe, me kafe. Kamarier, një birë! No, jo. Edhe një meze si kjo i? No, quna, mos, jo, se ashtu. Ka lezet. Po të më vjen kejta, unë kam gëzim. Kam ditë lindjen. Edhe bukur është që unë e kisha haruar fare, po ma kujtoj djali, më dërgoj një telegram urimi në Gjermani. Ashtu? Edhe 100 euro. Kem të drejtën. U preka shumë. Mare që mja ti tregone dhe unë u frënqepa. Hajde gëzuar, u bafsh edhe 100. Rafsh, falemderit. Po mirë, more Gjem, ajo nusja nuk ta festoje? Tani do na e lesh ta pim këta, apo do na e zësh ngry? Ke të drejtë. Gjem, desha të një gjë po më vjen turp. Ha. Kam parë një djalë simpatik bjond që hynë e delta ajo nusja jote. Më duket se... Dëgjo, Bedria. Është e vërtet që ajo mua nuk më do. Mund të ketë edhe në një kusur tjetër. Pa të që me ndonë ti nuk e kam. Jo, nuk desha të them atë, po... Hajde gëzuar! Hajde gëzuar. Gjeme, mua do më falësh, do iki, sepse u bëra shumë vonë dhe ajo më bën namin mua e Po këton. lere më, po zonja jote vjen shumë vonë. Jo, nuk vjen vonë ajo mos. Durimi më. Që qeti këtë të mjerin me ato djalë, more. Ata e madhe. Mirë mbrëma. A mi serda ullu. Po që pas ka bërë vaki sot. Gjema ka ditë linjen, mbush 55. Ashtu? Faleminderit. U bëfshin 100. Rafshi, hajde ullu. Jo, të lutem, nuk jam për kësi punës. Po e dyre që ke hallë të mathën.
Se nuk e dim, po të pim në një gotë dhe të harojmë, se po na ikën të peloku kokës. Jo, të lutem. Usta edhe një dopje edhe një meze si kjo Jo, i të lutem, ja, do rri vetëm 2 minuta, jo të lutem. Isha ndej nga spitali? Që ndej po vi. Si ishte djali? Shtë të thema bëdhe. Ma kupët shpirti nuk e shoh dot. Andej nga Amerika, nga zonja more në një lajmë. Keq edhe andej. Keq. Keq. E banë lëmsh Amerikën këta terroristët more. Dale. U hynë në Amerika tani dhe unë nxjerr ujë të zipa. Nxjerr, po kam frikë se do plas në një luftë e madhe që nëne pastaj. A shqyr që të shpëtoj gjallë djali një herë. Pa, punët e botës nuk i rregullojmë dot ne. Durim, o vlla, durim. Me vetërie, po ku ta gjej durimin në sos? Si u bëm kështu? Vrasim njëri tjetrin, që është kjo armiqësi. Se ka dëgjuar atë këngën time ti? Morëm pushkën dhe luftuam për lirie për atë dhe. Ama kur nuk e kuptuam se armiku ishim ne. Ma në qenë për kokën të në sa i hidhur që je, he? Të kallë datën të kallë. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Gëzuar. Po ti? Çdo në shtretin tim? Është një krye vepër. Era me ty po flas. Qa kemi gotë si bën kështu? Era. O, sot po më çmendni, gjithë po më çmendni. Qarë keni me përse zjeni? Asgjë më halli, isha shtrin krevatin e kësaj e bën sikur të kem zjebe. Sa herë të kam thënë, nuk duat mi prekur gjërat e mia. O Lola, qetëso, qarë të bëri? U çmenda, do iki fare nga kjo shtëpi, vetëm 3 vetëm. Mo jen vete ti apo jo, nuk guxojmë themi dot një fjalë. Era mos fola, ashtu është e smur do qetësi. Asgjë nuk ka, është e smur nga trut. Era, Shikon ëndra ai duket sikur janë realitet, është bërë me fiksacione. Mo Era, me ty po flas. Edhe shokun përpara e përzuri, e priti si dru. A ka mundësi të mlini vetëm? O Lola, Për gdhelet si kalama. Çfarë kemi ne se nuk e ecën dashuri kësaj? mo Era. Nuk e dim fare çka thënë ai, Flori. Me se kam mund të marrë veshën asgjë më rëndësi. Nuk e kam marrë akoma vetën. Megjithatë ti duhet fillosh të zbusësh qëndrimin ndaj tij. E ke akuzuar shumë rënd. Ora ashtu më than, e kupton, ashtu më than. Nëse këto akuza nuk vërtetohen, atëherë ato mund bien mbi ty. Didi, a kupton? Po mirë, si mund t'i mohoj ato që kam thënë unë? Janë të shkruara, unë kam frymosur për atë gjë, kupton? Shumë bukur. Do të thuash vetëm kaq. Jam nxituar, e kam bërë nga xhelozia se ai më ka tradhtuar. Të tjera çka ti mbuloj unë nga ana ligjore. Është e vërtetë, unë po filloja të doja seriozisht. Nuk desha që ai të vrite, le ta linim pikte diku, nuk do na bënte asgjë të keqe. Lëri këto sentimentalizme, shina. E kupton që duke lehtësuar të të lehtëson veten tënde, edhe me të tjerëve. Ja, se ke çfarë si tjerë. Kush të dha këtë? Jari. Nuk të dha gjë tjetër Jari? Po, Didi, unë jam avokatu i Didi, qa preti do të sjellë unë drog këtu? E kupton qa pasojës do të kishe për mua kjo?
Ore, nuk të thash të ma sjellësh ti drogën, është tjetër kush që ma sjell. U bëm 3 ditë dhe unë nuk rojt bët pa të, po të shmëndem, e kupton, po të shmëndem. Dhe sa ti jesh këtu nuk do të marrësh më. E kupton se sa implikon çështën kjo. Kjo të shkatron fare pastaj. Po mirë, kur do dalun, ha? Pas 10 ditësh. Si pas 10 ditësh? 10 ditë të rriun pa ata? Kur? Po as mos prit të dërgojnë më thash. Nuk ma dërgojnë ata, unë i gjej ndryshe. Po ti të lutem mos bëj marrëzira. A kupton që punët janë vënë vijë dhe do të dalë shumë shpejt. Si shpejt? Ha? Si shpejt? Më thanë do më nxjerrin, për 1 javë u bën 3 do për të shmëndem. E kupton për të shmëndem, nuk dëroj dot më. Gjithso. Rëndësi ka që ti të dalësh para se të cjedhin Florin këtu. Kjo është e rëndësishme. Ha pra. Më duket e pabesueshme, por këtu e ndjeva se me të vërtet po bija në dashuri me atë djalë.